Është arrestuar Lindion Haka, djali ish kandidatit për deputet Partisë Demokratike Luan Haka, bashkë administratori i njërës fabrik të veshjeve të falsifikuara që u zbuluan në rrugën e Arbrit. Po ashtu, policia ka vënë edhe njoftim zyrtar për arrestimin e Azgan Solon, i cili ra në prangat e policisë një ditë më parë së bashku me 4 të tjerët, mes tyre dhe Luan Haka. 2 fabrikat e prodhimit të veshjeve dhe marka ndërkombëtare të falsifikuara në fshatin Brar të Tiranës në rrugën e Arbrit u zbulua nga sektori për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar. Në to magazinoheshin në sasi të mëdha veshje, të cilat vinin kontraband kryesisht nga Turqia. Mëtej, gratë të punësuara në mënyrë të palishme dhe të padeklaruara printonin përmes makinerive logo të markave të fuqishme dhe shumë të ngjashme me origjinalin dhe i stamponin në veshje të markave nga Hugo Boss, Calvin Klein, Jordan, Balenciaga, Dolce Gabbana, Prada, Armani, Philip Plein e deri tek Adidas dhe Reebok. Veshje false që prodhoheshin në këto fabrika mëtej dinin në treg si të ishin origjinale, duke mashtruar konsumatorët në shuma të konsiderueshme. Është ende e paqartë nëse ky grup ka tregtuar veshje false vetëm në Shqipëri apo dhe më gjerë në rajon, marrë shkas nga përmasat e aktivitetit të paligjshëm. Koka e grupit që koordinonte këtë skem dyshohet të jetë turku Azgan Solon, i cili u arrestua. Ai dyshohet se merrte përsipër votje në Shqipëri të madrave kontraband. Për këtë, hetimet janë zgjeruar edhe në zbulimin e bashkëpunëtorëve që mund të ketë pasur në pikat kufitare të vendit. Luan Haka në zgjedhjet e kaluara parlamentare ka qenë kandidat për deputet në logon e Partisë Demokratike dhe një vit më vonë në 2022 kandidat për zgjedhjet e pjesshme për kryebashkiak të Dibrës. Administratorët e fabrikës tjetër ranë të 2 në pranga, Ali Bushati dhe Giulio Lecaj. Ato akuzoheshin për disa vepra penale, nga shkelja të drejtave të pronësisë industriale, punësimi i palishëm, kontraband me mallra, fshehje të ardhurave e deri tek falsifikimi i stampave. Po ashtu, ankrimi ekonomik arrestoi dhe qiradhënësin e godinave në fshatin në periferi të Tiranës, Arjan Hida, pasi dyshohet se ka pasur dieni për ushtrimin e këtij aktiviteti kriminal dhe nuk e ka kallëzuar atë. Në gjendje të lirë po hetohen gjithashtu 4 punonjës që punonin totalisht në të zezë. 2 fabrikat ishin të gjitha pajisur me makineri, si për të prodhuar veshjet, por edhe për t'i vendosur stampa false të markave të njohura. Policia sekuestroi sasi të mëdha veshjesh, 10 makina qepjeje, printimi ose stampimi, logo të markave të njohura ndërkombëtare, 6 dokumenta turkut në kërkim, një shumë parash, një sik kompjuterike, një celular dhe sende dhe dokumenta të tjera.